Mbi 900 raste të mundshme të votimit të shumëfisht nga diaspora për zgjedhjet e 9 shkurtit i ka identifikuar Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Rastet janë evidentuar në një dokument të sekretariatit në të cilin konstatohen problemet që shoqëruan procesin e fundit zgjedhor e që janë numëruar edhe në raportin e vëzhguesve të Bashkimit Evropian. Në dokument thuhet po ashtu se ende nuk dihet nëse KQZ-ja i ka dërguar këto raste në prokurori. Në KQZ përmendën fletvotimet që janë refuzuar, tek thanë se ka pasur raste kur shumë prej aplikuesve kanë deklaruar se kanë dërguar pako në emër të gjithë familjes. Gjatë procesit të vlerësimit të pakove me fletvotime nga votimi jashtë Kosovës të pranuara me post janë refuzuar 868 zarfe, pasi votuesit kishin dërguar më shumë se një herë zarfe me fletvotim. Duhet theksuar se gjatë periudhës së votimit përmes postës, Divizioni për shërbimin e votuesve ka pranuar 10 telefonata nga votues që nuk ishin të informuar se fletvotimi duhet të dërgohet në mënyrë individuale apo një votues një zarf. Shumë prej tyre kanë deklaruar se kanë dërguar një pako me zarfe në emër të gjithë familjes. Ndonse përmendën procedurën standarde që ndiqet, në KQZ nuk treguan nëse i kanë përcjellë rastet në prokurori. Përgjedhjet janë informuar edhe anëtarët e KQZ-s, prej të cilëve vetëm ai vetëvendosjes Sami Kurteshi është përgjigjur në pyetjet e kohës. Po, me këto gjetje është njoftuar edhe KQZ. Kërkesa e KQZ-s edhe imja personalisht, gjatë përgatitjeve të zgjedhjeve, por edhe pas njoftimit nga SKQZ, ka qenë dhe mbetet që në rastet e tilla të cilat përbëjnë vepër penale sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të përcillen në organet kompetente për hetim dhe gjykim. Mangësi serioze në menaxhimin e zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit ka konstatuar edhe misioni vëzhguesve të BE-s, i cili ka ngritur dyshime për keqpërdorime edhe për votimin me postë.